Vëllezër, unë ju lajmëroj që kam zgjedhur për të shpjeguar për ju një nga librat më të bukur, më të rëndësishëm. Për mësimin që unë kam, mësimin javor, një herë në javë, ditën e njëjtë mas akşamit, libri është shpjegim i librit që është tefsiri, komenti i surës Fatiha, të cilën e ka komentuar dietari i njohur Muhammed ibn Abdul Wahhab. Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu më shëroft, një nga dietarët që ka jetuar në shekullin, pra para 3 shekujve, në shekullin 18, dhe ka qenë nga dietarët që ka ripërtërir thirrjen e profetëve në kohën e tij. Dhe librat e tij janë nga librat më të shpjeguar në botën islame, në veçantë në Arabinë Saudite, por në çdo vend musliman i cili kujdeset për akiden e pastër dhe për sunetin e profetit alayhis salam. Të dashur vëllezër, muslimani e ka detyrë të domosdoshme të njihet me kuptimet e Kuranit. Kurani nuk ka zbritur thjesht për të lexuar si gërma, pa e kuptuar atë dhe pa medituar në të. Edhe një herë përsëris, Kurani është zbritur për të medituar në të. Dhe nuk mund të arrihet meditimi nëse nuk arrihet kuptimi i fjalës së Allahut Azza wa Jall. Dietarët e hershëm dhe ata të mëvonshmit janë kujdesur për tefsirin e Kuranit. Janë kujdesur gjithashtu për tefsirin e sureve në veçantë. Dhe nga suret që ka marrë më shumë për kujdesje në shpjegimin e saj, është surja Fatiha. Ç'lidhje ka muslimani me këtë sure? Allahu i madhëruar në Kuranin famlar na tregon, pra që thamë në fillim, që Kurani ka zbritur për medituar. Thotë, a në zemrat e tyre ka dryna, ka kyçe? A nuk e meditojnë ata Kuranin? A mos në zemrët e tyre ka dryp, ka kyçe, ka diçka që e pengon dhe e mbyll? Prandaj leximi i Kuranit duhet patjetër të kuptohet. Duhet patjetër që ky lexim të meditohet në të. Të merren mësime për këtë lexim. Të përfitohet për këtë lexim. Sepse fjala e Allahut është fjala më e mirë. Muslimani ka një lidhje të veçantë me surën Fatiha. Kush për jush e di sa herë ne detyrohemi nga Allahu i madhëruar të lexojmë surën Fatiha në ditë? Sa herë? Ose do bëj një pyetje ndryshe dhe njëri për jush ta bëj llogari. Sa rekate farz në falemi në ditë? Numëroni. Sa rekate farz falemi në ditë? Profesor. 2 sabat. Mblidhi ke mendje jote? 17. Altini e kaloi. Dhe përgjigje. 17 rekate. 17 herë ne lexojmë surën Fatiha. Lidhja e besimtarit me surën Fatiha është një lidhje speciale e veçantë. Është quajtur surja Fatiha Ummul Kitab, nëna e librit, nëna e Kuranit. Ose themi ne shpirti i Kuranit. Ose themi ne burimi i Kuranit, thelbi i Kuranit. Esenca e Kuranit. Sepse të dietarët surja Fatiha ka përmendur themelet e Kuranit, bazat e Kuranit.
temat më të rëndësishme të Kuranit, tematikat më të rëndësishme të Kuranit. Ndërsa Kurani në tërësi shtjellon atë që ka përmendur sura Fatiha në pika dhe në çështjet kryesore, duke përmendur më të rëndësishme. Pra ajo që është përmendur në tërë Kuranin në intësi e keni në surën Fatiha. Si esencë, si shpirt, si themel i këtij Kurani. Prandaj është quajtur Ummul Kitab. Ummul Kitab, nëna, më ta them nëse për them fjalë për fjalë, nëna e librit. Vetë Fatihaja është quajtur namaz. Dhe një veçantit e bukura që ka ky libër, edhe pse Fatihaja është shpjeguar nga shumë dietarë. Autori i nderuar, Allahu më shëroft, Muhammed ibn Abdul Wahhab, karakterizohet dhe veçohet nga forma e bukur e shpjegimit. Jo vetëm ai dallohet për dinën e tij të thellë, por sa i dallohet gjithashtu për uslubin e tij të mirë në këshill. Uslubi do të thotë metodën ose formën e bukur se si ai e jep këshillën. Një formë ose një metodë e cila është e mbushur me dëmshuri, sinqeritet në këshillën që ai jep. Dëmshuri dhe mëshirë për atë që ai këshillon, për lexuesin. Dhe dallon tek fjalët e tij sinqeritet. Jo vetëm te libër, por nëse i lexon librat e tij, dallon tek fjalët e tij dhe prek sinqeritetin që ka pas ky dietar. Në thirrjen e tij, në fjalët e tij, në shkrimet që ai ka lënë pas. Allah është përbleft shpirtin më të mirë. Është quajtur surja Fatiha namaz. Dhe për këtë është argument hadithi kutsi, hadithi i shenjtë, ku Allahu thotë: e kam ndarë namazin e robit tim në dy pjesë. Dhe përmend Fatihan. E para, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kjo është pjesë. Pastaj vjen tjetra. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim walad-dallin. Hadithi kutsi është i gjatë, tregon, po më pas çfarë do përmendim. Është quajtur surja Fatiha namaz, siç është quajtur qëndrimi në Arafat haxh. Pse? Sepse shtylla më e rëndësishme e haxhit është qëndrimi në Arafat. Dhe shtylla më e rëndësishme e namazit është leximi i Fatihas. Kemi për qëllim leximin çfarë? Kuptimin dhe meditimin. Dhe njëherë. Nuk marrim nga namazi vetëm ato që kuptojmë. Meditojmë dhe e fundit më rëndësishme e ndjejmë. E ndjejmë. Prandaj autori, një nga veçoritë gjithashtu që veçohet në shpjegimin dhe tefsirin dhe komentin e surës Fatiha në këtë broshurë ose në këtë libër, është se ai e lidh shpjegimin, komentimin e surës Fatiha me namazin. Sepse sura Fatiha është shtylla më e rëndësishme e namazit. Porse, ne jemi të urdhëruar që të mos jemi neglizhent ndaj namazit, apo jo? Ne jemi të urdhëruar të mos neglizhojmë
të mos neglizhojmë në ose të lejmë mos japim përqendrimin ton namazit, ose të neglizhojmë faljen e namazit. Allah thënë në Kur'an, "Wailul lil musallin." Mirë ata që falen, dënim për ata që falen, që namazin e tyre janë të shkujdesim, pa kujdesim. Atëherë, dietarët kanë thënë, qëllimi i fjalës së Allahut Azza wa Jall me shkujdesjen në namaz ka 3 kuptime. Shkujdesje që i bën namazliu kohës, duke nxjerrë nga koha ose duke falur në fund kohës, pa shkak. Mirë ata që falen, dënim që namazin e tyre, në namazin janë të shkujdesur, të pakujdesur. Kjo është kuptimi i parë. Jo, i lutem, nëse keni mundësi, këtë larg, aty shkruaj pyetjet se unë pastaj fillën e humb. Në tonë bani halal. Nuk kam diçka, tonë thjesht zutum fillin e mësimit. Kuptimi i dytë i pakujdesisë ose shkujdesjes në namaz, kur personi neglizhon dhe nuk është i kujdesur në detyrat që ke namaz për t'i bërë. Në detyrat përgjithësi, qoftë për asaj që thuhet ose veprohet. E treta është, që është shumë e rëndësishme, që quhet shpirti i namazit, pakujdesia ndaj pranisë dhe përqendrimit të zemrës në namaz. Nuk je rëndësi përqendrimit. Nuk je rëndësi që të përkushtohet me zemër namaz. Këto 3 kuptimet dietarët i kanë thënë ka hadithi profetik. Subhanallahu, gjë e bukur. Është gjë me argument. Thot profeti alayhis salam, ai është namazi i hipokritit. 3 herë përsërit. Ai është namazi i hipokritit. Ai është namazi i hipokritit. E lë të dali, pra të shkoj koha, derisa të lindi dielli në 2 briret e kujt? Shejtanit. Pastaj çohet, ç'a bën? Si e fa namazin? Kështu është garantia. Si? Pula. 4 herë. Dhe nuk e përmend vetëm se pak Allah. Pika e 3. E para tham, shkujdesja me kohë. Hadithi, ai është namazi i hipokritit 3 herë, e përsërit profeti selam, pastaj thot, e vonon namazin derisa të lindi dielli ose të perëndoj në 2 briret e shejtanit. Kjo është kuptimi i parë i kujt? Pakujdesisë. E dyta, ç'a bën ky, ç'a tham, ka hadithi? E fal namazin shumë shpejt. Dhe falja avash ose kryerja e çdo veprimi namaz, duke i dhënë kohën e duhur, është detyrë. Paktën me thënë njëherë Subhana Rabbil Azim, dhe të drejtosh, për shembull, kurizin në vendin e vet. Nuk quhet ruku nëse ti bën kështu. Pa plotësuar rukun, dhe pa thënë paktën një herë Subhana Rabbil Azim. E treta, dhe nuk e përmend Allahun vetëm pak. Fjala përmend yadhkur yu'adhib, madhëron. Përqendrimi në namaz nuk mund të arrihet dot pa kuptuar atë që ti vepron dhe thua dhe flet. Dhe një herë. Njeriu është një qenie njerëzore e logjikshme, përbëhet pra nga ndjenja dhe logjik. Emocione, logjik. Këto emocionet mund të vinë
që njeriu nga gjëra që i shikon, momente të gëzuara ose lajmet të dhimbshme, një aksident, një lajm hundi pasurinë, ku di diçka tjetër, i vjen një emocion, një frikë, një ankth, ose lajme gëzimi, lumturie, kënaqësie, nga gjërat që i shikon ose i ngjon, nga gjërat më të bukura që njeriu arrin, pra emocionet e zemrës, është ai kur ai zhytet në meditim të gjërave që janë madhështore, siç është shpallja. Po styre në meditim, në atë që ti po lexon ose po reciton për kuptimeve madhështore që përmban, për shembull sura Fatiha, s'mundesh ti të hysh në atë, si thosh, lartësinë e asaj që përmban këtë sure, po se kuptove, po se meditove në të. Prandaj një nga shkaqet që mund të klasifikohesh për atyre që janë të shkujdesur në përqendrim dhe në pranimin e zemrës namaz, është mos dhënë rëndësi të kuptimit të fjalës së Allahut dhe pikërisht të surës Fatiha. Sepse sura Fatiha bën lidhjen është nga shtyllat e namazit. Dhe nuk ka namaz, hadithi, nuk ka namaz pa Fatiha. A ka namaz pa surën Ikhlas? Ka. Nëse unë lexoj katër parë në Fatiha, nuk lexoj surën tjetër. E sakta është që namazi është i saktë. Dhe është shumë e rëndësishme që të dalim nga ky rreziku i shkujdesjes, është që du të kuptojmë surën e madhështore, surën Fatiha, e cila është nga shtyllat e namazit. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam.